Për shëndetje miq të dashur. Pas ka dalë Bedri Hamza me 50% rritje të rrogave, me 50% pensione, apo 250 euro pensione. Shtesë. Po, s'po e din llogaria mirëve, se vetë spjegon. Ose harron çka ka thonë. Shkojmë, ju lutem, e diskutojmë. Sepse të rrisim pagat 50% për të gjithë punëtorët e sektorit publik. Do të rrisim të gjitha pensionet 50%. Përfshirë ndihma sociale dhe pensioni me ul do të jetë 250 euro. Do t'i ulim tatimet për paga, ashtu që secili punëtor të rrisim se në paga. A ndëgjut veç. Të ndëgjojmë tash çka thot një debat më herët. Këtu kënë fushat, e tash më herët e njëngojmë që po thot. Ose më pëndëgjaj, 40%, 30%, edhe vjen në nivel që realisht mo nuk i nevoj me bu bugjet fare. Po, pse bojnë bugjetin tjerë? Jo, s'ki nevoj me bu bugjet, se veç e donë paga dhe pensione, edhe mos s'ki qka. S'ka parë. S'ka investime dhe kapitale, s'ka për nuk ka. Do të rrisim pagat. E po atërë zotëri, pse i hini punë kur s'është për ty? Ka po thu kimi po 50%, ka po thu jo s'ka, veç me ta parë pensione në rrogë dhe kur i punë, s'ka mu. O popull, a pesheni kush për i kërkon votë? Për këndën e me votu? Veç, ju dua shumë, opozita, dhe ju e dua pa tjetër, po bledhe me se, a e pa të anit, s'po i thomone, po i thot kë. Veç, respekt, ju dua shumë.